Washingtoni përjetoi mbylljen e parë më të gjatë të qeverisë ndonjëherë, mirë po korridoreve besohet se rendi botëror, i ndërtuar dhe i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, është nën kërcënim nga Kina, e cila synon të uzurpojë vendin e merituar të Amerikës në krye të tij. Ekziston një frazë që e përmbledh teorinë, kurthi i Tukididit, që i referohet përplasjes së dhunshme që ndodh kur një fuqi në ngritje sfidon hegemonin sundues. Në kohën e Tukididit, ishte Athina që kërcënoi dhe më pas e bëri të vetën e përsinë e Spartës, por është një model që është luajtur vazhdimisht gjatë historisë, me ambicien dhe agresionin e sfiduesit që pothuajse gjithmonë përfundon me gjakderdhje. Mandati i dytë i presidentit Trump e ka përmbysur këtë supozim, me litaninë e saj të kaosit. Administrata ka ndjekur e vetme një shkatërrim rrënjësor të rendit global që krijoi Amerika, duke kërcënuar me pushtime, duke vendosur tarifa ndëshkuese pa dallim dhe duke braktisur pothuajse aleancat e vjetra. Kina në të kundërt është përgjigjur kryesisht me një këmbgulje të fortë në status quo, në një përmbysje të habitshme. Është Amerika, jo Kina, që duket e vendosur të hedhë poshtë kurthin e Tukididit. Në samitin botëror, Amerika po e përmbys Amerikën. Konsensusi dypartjak që tani po tregon shenjat vendosjeje, u ndërtua mbi keq interpretimin e qëllimeve të Kinës. Ky të paktën është argumenti i një punimi provokues të kohëve të fundit, të botuar në intervistën MIT International Security nga 3 studiues të Azisë Lindore. Kina është një fuqi status quo shqetësuar për stabilitetin e regjimit, shkruajnë autorët, dhe mbetet më shumë e fokusuar nga brenda se sa e orientuar nga jashtë. Kjo analizë e qartë u bazua në një shqyrtim të një korpusi të gjerë dokumentesh dhe botimesh kineze, nga fjalimet zyrtare te kurrikulat shkollore, përfundimet ishin të habitshme. Autorët zbuluan se shqetësimet e deklaruara territoriale të Kinës nuk shtrihen përtej pretendimit të saj të kahershëm ndaj Tajvanit dhe zonave relativisht të vogla kufitare. Synimet e Kinës janë të paqarta, synimet e Kinës janë të qëndrueshme dhe synimet e Kinës janë të kufizuara, shkruajnë ata. Pjesa më e madhe e politikës së jashtme të Kinës në vend që të eksportojë ideologjinë e saj jashtë vendit, synon të mbështesë fuqinë e Partisë Komuniste në vend. Ato që vëzhguesit e jashtëm i konsiderojnë si lëvizje agresive, shpesh synojnë lëvizjen e problemeve të brendshme. Merr iniciativën e saj një brez një rrugë, të cilët disa e shohin si një përpjekje kuazi imperiale për të fituar besnikërinë e vendeve në zhvillim. Një nga autorët e dokumentit, Zenobia Chan, një studiuese e marrëdhënieve ndërkombëtare që jep mësim në Universitetin Georgetown, tha se iniciativa u nxit më shumë nga konsiderata e brendshme sesa nga ambicia globale. Shumë prej tyre nxiten nga nevojat e brendshme, kapaciteti i tepërt industrial pas krizës financiare globale. Më tha ajo, Kina në pjesën më të madhe nuk është përpjekur të përdorë këto investime si levë për ambicjet e saj globale, shtoi ajo. Përtej kërkesës së saj të gjatë që partnerët e saj të përmbahen një politike të një Kine dhe të shmangin njohjen e pavarësisë së Tajvanit. Sigurisht që nuk u ka kërkuar vendeve në zhvillim të zgjedhin midis vetes dhe Shteteve të Bashkuara. Kina vështirë se është një aktore e virtytshme, apo edhe dashamirëse në skenën globale. Agresioni i saj në detin e Kinës jugore, shtypja e egër e Xinjiang, goditja e Hong Kongut dhe dëshira e paepur për të pretenduar Tajvanin, pavarësisht se çfarë dëshiron populli tajvanez, paraqesin sfida serioze për paqen dhe rendin në Azi dhe sfidojnë parimet themelore të drejtave të njerëzit. Por këto veprime, sado brutale, nuk arrin të përbëjnë një riorganizim themelor të botës. Kina duket se po pohon atë që i shesi pretendime historike dhe prerogativa të brendshme brenda sistemit ekzistues, duke i përkulur rregullat në mënyrë që Shtetet e Bashkuara, veçanërisht nën Trumpin, vështirë se janë në gjendje të protestojnë. Dallimi ka rëndësi, një fuqi që mbron status quo-n, qoftë edhe në mënyrë agresive, paraqet sfida të ndryshme nga një fuqi që kërkon të ribëjë botën sipas imazhit të saj. Sidoqoftë mund të jetë e vjetëruar të mendosh për një fuqi të vetme që mbikëqyr botën. Nuk është thjesht se Shtetet e Bashkuara janë në rënje relative, apo edhe se Kina po ngrihet, por përkundrazi, krahasuar me dekadat e mëparshme, pushteti mbahet më gjërësisht dhe nga një sër fuqish në rajone të ndryshme, shkruan Emma Ashford në librin e saj të ri Plot gjallëri, të parët midis të barabartëve. Shtetet e Bashkuara dhe Kina janë përpara të tjerëve, por shumë më pak se homologët e tyre të luftës së ftohtë. Kompleksiteti shumë polar, jo konfrontimi bipolar është ardhmja. Trump mund të thuhet me të drejtë, nuk po i përgjigjet mirë këtij realiteti. Nga kërcënimet e tjera të egra, ai i fundit që sugjeron veprime ushtarake kundër Nigerisë, me arsyetimin se ajo vazhdon të lejojë vrasjen e të krishterëve, është ndoshta më simptomatike e frustrimit të tij. Trump apo jo, aventurizmi ushtarak i 2 dekadave të fundit është bërë një shenjë qartë e rënjes, nëse na duhet të ruajmë supermarcinë, duke pushtuar këtë vend, që nuk përbën kërcënim për ne dhe duke nisur një fushat globale antiterror, është qartë se jemi në rënje, tha Van Jackson, një studiues progresiv i politikës së jashtme. Gjithmonë ka qenë rasti në këto cikle të historisë, që kur fuqia dominuese fillon të investojë dhe të luajë rol ushtarak globalisht, keni fuqi në rritje që po rriten,
duke luajtur një rol të rëndësishëm ekonomik globalisht. Kjo mund të mos jetë pikërisht ajo që ndodh, pavarësisht të gjitha kërcënimeve të Trump për veprime ushtarake jashtë vendit, me përjashtim të sulmeve të shkurtuara ajrore në lokacionet bërthamore të Iranit dhe bombardime të anijeve të vogla në Karaibe, ai duket më interesuar në vendosjen e ushtrisë për të kontrolluar qytetarët amerikan. Pjesërisht kjo mund të jetë trajnimi i trupave, siç u tha ai krerëve ushtarak, për aventura jashtë vendit. Po kështu lufta agresive tarifore e Trump ka më pak të bëjë me botën se sa duket. Breshëria e zjarrit supozoi se kishte të bënte me barazimin e kushteve të lojës, me vendet që po mashtrojnë Amerikën dhe ndëshkimin e vendeve, politikat e të cilave dëmtojnë amerikanët, por argumentet e fundit të gjykatës së lartë mbi përdorimin e tarifave nga Trump e bën të qartë se këto taksa mbledhin para kryesisht nga amerikanët, duke anashkaluar fuqinë kushtetuese të buxhetit që i është dhënë Kongresit. Tarifat shkurt dukeshin globale, por goditën lokalisht. Kjo çon në një ironi të papërmbajtshme. Larg nga mposhtja e Kinës, Amerika nën Trump mund të fillojë të ngjajë asaj. Vendi është në rrugën e duhur, i fiksuar pas stabilitetit të regjimit dhe i gatshëm të përdorë pothuajse çdo mjet për të mbajtur nën kontroll popullin e tij, duke ruajtur me xhelozi periferinë e tij të afërt, ndërkohë që mbetet kryesisht i painteresuar në udhëheqjen e botës dhe duke ndërtuar një kult personaliteti rreth udhëheqësit të tij autokratik në një atmosferë triumfalizimi etno-nacionalist. Trump, pavarësisht retorikës së tij ofenduese gjatë fushatës, nuk ka qenë kurrë kundërshtar i Kinës, edhe nëse disa përreth tij kanë udhëhequr fushatën për politika më agresive për të zbutur fuqinë e Kinës. Në fakt ai shpesh e ka lavdëruar Xi Jinping, një njeri që ka llojin e pushtetit praktikisht të pakufizuar që Trump dëshiron qartë. Presidenti Xi është një udhëheqës i madh i një vendi të madh, tha Trump me zë të ulët në takimin e tyre në Korenë e Jugut muajin e kaluar. Por nuk do ta dim kurrë sepse Trump njoftoi papritur në fillim të këtij muaji se Shtetet e Bashkuara do ta bojkotonin plotësisht takimin, duke pretenduar në mënyrë absurde se afrikano-jugorët e bardhë ishin viktima të përsekutimit dhe dhunës gjenocidiale nga shumica me ngjyrë e vendit. Asnjë zyrtar i qeverisë amerikane nuk do të marrë pjesë për sa kohë që këto abuzime të drejtave të njeriut vazhdojnë, shkoi Trump në mediat sociale. Pastaj të njëjtën administrata ndryshoi përsëri kursin, duke kërkuar të dërgonte delegacionin të vogël të nivelit të ulët, megjithse nuk do të merrte pjesë në diskutimet e samitit. Kina po luan një lojë shumë më të gjatë dhe më të sofistikuar. Kryeministri Li Qiang, emisari më i lartë i Xis, do të jetë në Johannesburg, i shoqëruar nga një grup i madh zyrtarësh, të gatshëm për të folur me ekonomitë kryesore të botës rreth problemeve dhe mundësive të rendit shumë polar në zhvillim, ndërsa supermacia e saj po zbehet, Shtetet e Bashkuara, tani po përballen me një zgjedhje, të takohen me kombet në ngritje si partner të respektuar në ndërtimin e një bote të re, më të barabartë, shumë polare, ose të kërkojnë fuqinë e kushtueshme dhe të brisht që vjen nga dominimi. Trump ka zgjedhur të dytën. Kina me sa duket kërkon të parën. Historia na tregon se cila rrugë çon drejt paqes dhe prosperitetit dhe cila rrugë drejt shkatërimit.